Mesatërisht 2573 persona ndodhen në paraburgim në Shqipëri, një shifër që sipas ekspertëve të Këshillit të Evropës tregon përdorim të tepruar të masës së paraburgimit dhe cënimit të së drejtës për liri dhe siguri personale. Në raportin e hartuar nga gjyqtar dhe prokuror evropian, i cili u prezantua në një thyrës të përbashkët me Ministrin e Drejtësisë, kërkohen ndryshime urgjente ligjore për ta kthyer paraburgimin në masë të jashtëzakonshme, kufizim të veprave penale që çojnë në arrest me burg, ulje të afateve dhe përdorim më të gjerë të masave alternative si monitorimi elektronik dhe arresti shtëpiak. Sipas ekspertëve, problemi nuk zgjidhet duke ndërtuar më shumë burgje, por duke ndryshuar politikën penale dhe mënyrën se si autoritetet gjyqësore justifikojnë vendimet për heqjen e lirisë. Sipas tyre, gjykata duhet të argumentojnë qartë pse paraburgimi është i domosdoshëm dhe pse masat alternative nuk janë të mjaftueshme. Një nga rekomandimet kryesore është kufizimi i veprave penale për cilat mund të caktohet paraburgimi. Ekspertët sugjerojnë ndryshime në kodin e procedurës penale, duke përcaktuar që paraburgimi të lejohet vetëm për krime që parashikojnë dëmin maksimal jo më pak se 5 vjet burg. Sipas tyre, vepra të lehta si vjedhja e thjeshtë nuk duhet të çojnë kurrë në paraburgim.